Që nga 15 korriku, kur filloi shtrenjtimi, nafta është rritur gjithsej me 21 lek për litër, 4 herë gjithsej, duke arritur në nivelin më të lartë që nga mesi i marsit të këtij viti. Para se të fillonte shtrenjtimi, kishte zbritur në 179 lek. Operatorët e tregut pohojnë se tendenca është e lidhur me shtrenjtimin e karburantit në bursë, ku treguesi Platts, që merret si referencë nga importuesit shqiptar, u mbyll të premten me $920 toni, që është niveli më i lartë që nga tetori i vitit 2022 dhe tendenca duket për shtrenjtim të drejt $1.000. Sipas Financial Times, çmimi i naftës në bursa arriti javën e kaluar në $85.3 nga $74 që ishte në korrik. Operatorët e tregut pohojnë se krahas shtrenjtimit në bursa, një tjetër faktor që i mban çmimet e larta në vend është barra e lartë e taksave që rëndojnë mbi naftën, që arrin në mbi 60% të çmimit. Përveç TVSH-s, akcizës e taksës së qarkullimit, rreth 8 lekë të tjera për litër shkojnë për taksa të tilla si markim, skanim, kolaudim, rilicencim, që në pjesën më të madhe kanë rezultuar të panevojshme. Vetëm ditët e fundit qeveria vendosi të shtyjë edhe për një vit kontratën e markimit të karburanteve që ka një kosto, që paguhet në çmim nga konsumatorët prej rreth 7 deri 8 milion euro në vit.